Procedura ishte totalisht e mbështetur në rregullore, zoti Balla, konkretisht në nenin 31 të rregullores, ndryshimi i rendit ditës, kur ka një propozim, jam në favorin tuaj në këtë rast. Kur ka një propozim për ndryshimin e rendit ditës, propozimi mund të bëhet nga një kryetar i një grupi parlamentar ose nga një deputet në seancë, nëse mbështetet nëpërmjet ngritjes në këmbë të 10 deputetëve të tjerë. Ky është neni 31 i rregullores, mund ta lexoni. Kështu që tani jemi në momentin kur kemi dëgjuar. Unë nuk e di kush e ka shkruar, unë di që këtë e ka miratuar Kuvendi i Shqipërisë. Jo, është dhe me ngritje në këmbë, fjalia tjetër. Ju lutem të mbaroj fjalën, si replika nuk merret mes të fjalisë. Pra, jemi në procedurën e hedhjes në votim të një propozimi për ndryshimin e rendit ditës, të bërë nga një deputet i mbështetur me ngritje në këmbë të 10 deputetëve të tjerë. Në këtë rast, dëgjohet një folës pro, një folës kundër. Pro propozimit është vetë propozuesi, i cili e bëri fjalën e vetë, pavarësisht se doli komplet jashtë kërkesës. Dëgjuam dhe zotin Balla folës kundër, tani kalojmë në votimin me karton. Kush është pro diskutimit, pro heqjes, pro ndryshimit rendit ditës, pra heqjes nga rendi i ditës së interpelancës. Kush është pro? Numëroni kush është pro. Pro, kush është kundër? 77 kundër, abstenim nuk ka. Atëherë vjojmë me në ditës pa ndryshim. Interpelancë me Ministrin e Turizmit, Kulturës dhe Sportin, zoti Blend Gonxha, kërkuar, nuk ka replikë se ishim proces vetë votimi, kërkuar nga deputetja Ina Zhupa. Interpelanca kërkohet bazuar në nenin 80.1 e Kushtetutës dhe nenin 96 të rregullores Kuvendit dhe ka për qëllim të marrë sqarime lidhur me projektin TIT në Durrës, ndikimin e tij në zhvillimin e turizmit, në trashëgiminë kulturore dhe mbi të gjitha për pasojat që sjell për pronarët dhe banorët e zonës së prekur. Fillojmë duke respektuar minutazhin e përcaktuar në nenin 96 rregullore. Zonja Zhupa, keni të drejtë për të parashtruar interpelancën 7 minuta. Zonja Zhupa. Çfarë replik ne ishim proces votimi? Zonja Zhupa, 7 minuta. 7 minuta. Zonja Zhupa, 7 minuta. Sipas rregullores, nëse nuk e merrni fjalën, interpelanca quhet e kryer. Fjala nuk merret me forcë. Fjala jepet. Nëse unë e interpretoj gabim rregulloren, atëherë është e drejta juaj ta ankimoni, por jo ta merrni vullnetarisht ose forcërisht. Ju lutem. Zoti Berisha, ju lutem, unë nuk e kam mohuar asnjëherë fjalën, as tuaj, as deputetëve të tjerë, por në këtë rast nuk keni të drejtë. Zoti Berisha, në këtë rast nuk keni të drejtë ta merrni fjalën për replik. Nuk ju është përmendur emri, kemi qenë proces votimi, ju lutem mos e prishni seancën. Nëse e merrni ju, hapet diskutimi, do ta marrim gjithë për procedurë dhe për replika dhe nuk fillojmë dot. Jemi në mes të fjalës, ju lutem. Kam besim të mirëkuptimi juaj, zoti Berisha. Nuk e jap dot, sepse nuk e jap dot për replik, nuk e thash vetë. Sepse ishim në votim, nuk ishim në diskutime, nuk ishim në debate. Okej, kemi kërkesë për 5 minuta pushim nga kryetari i grupit Partisë Demokratike. 5 minuta pushim.